praktikisht kompensojnë ose paguajnë për ata që... Patjetër, po duhet kontribuojnë dhe për veten e tyre, ama. Mendoj unë. Shiko, kur mbaj mend kur kam qenë këshill bashkiak, erdhi një moment, një ditë u irritova shumë edhe thash, po unë nuk e marr vesh, më shumë kohë harxojmë në vendime se si t'i zgjidhin problemet atyre që kanë shkel ligjin, sesa për ato qytetarë që zbatojnë ligjin dhe paguajnë takset e tjera. Se u bë qesharake, domethënë gjej një zgjidhje për këtë grupin, gjej një zgjidhje për këtë, dhe ishin gjithë grupe që... Legalizim, unë kam një epitet për këtë, legalizime. Legalizime. Kështu që në Shqipëri në këtë, ne mund të kemi një metodë mirë të pensioneve, por është praktikisht e bazuar në që ata që marrin më shumë kompensojnë për pjesën tjetër. Jam dakord që zgjidhja duhet filloj sa më shpejt, duke marrë parasysh dhe problemin demografik. Duhet kaloj edhe tek modelet e pensioneve private, ajo që po përmend në Amerikë, mos gaboj, quhet 401k-ja. Edhe prindërit e mi për shembull që kemi jetuar jashtë dhe sot jetojmë në Shqipëri, edhe ata këtë kanë përdorur, domethënë. Kështu që është diçka që për mendimin tim është emergjent, është super e rëndësishme dhe duhet, siç edhe profesor Civici, duhet trajtuar sa më shpejt. Në fakt, unë kur gjej kryeministrin çdo vit që i jep ca lek dhurat pensionistëve në fund vitit, me shaka i them fëmijëve të mi që ju do t'i paguni këto që merr gjyshja. Këto që merr gjyshja sot. Pra edhe paguajnë nipat e mbesat. Po, tani në thelb të krizës ta quajmë, se jemi tamam në krizë. Jo, që alarm serioz, dhe edhe bergjet e banka qendrore. Në themel janë dy probleme në fakt. Problemi i parë është demografik dhe siç e shpjeguam që tani në këtë dekadë e fundit ka hyrë në rrjedhën strukturore të migracionit. Pra nëse 2 dekadat e para ishin vajtje me shumicë të njerëzve për të gjetur një vend për të rregulluar, ndërsa tani janë stabilizuar, kemi bashkimit familjare, kemi fëmijë që mbasi mbarojnë shkollën e mesme, dërgohen për studime jashtë, mbarojnë studimet atje, rrinë atje me punë, dhe kështu që njerëzit të cilët ky brez i ri, pra, i cili do punojnë, se këta do punojnë që të marrin pensionistët. Ky brez i ri, pra, po shkon po punon jashtë. Ky është një problem që është problem demografik dhe ky nuk zgjidhet me skemën e pensionit. Ja, ky zgjidhet me sistemin e pagave. Duke krijuar një oportunitet e investimesh, klim të mirë për biznesin e tjera. Pra është një problem më i madh. Ndërsa problemi tjetër është që edhe këta njerëz që punojnë faktikisht nuk japin kontributet aq sa duhet. Nuk është faji tyre, është faji punëdhënësve tyre, të cilët për shkak është dhe faji shtetit që patjetër. Pas 35 vjetësh duhet ta, ndërkohë që s'la pronë të palishme pa legalizuar, nuk formalizon dot ekonominë. Dhe është një problem masiv, sepse vetë fakti që her pas here Ministria e Financave zhvillon kontrolle dhe gjen shumë biznese të cilët raportojnë atë rrogën minimale që ka caktuar shteti, dhe prandaj u rrit dhe rroga minimale tani 500.000 vjetra në muaj. Dhe ndërkohë ata paguajnë për shumë diet që punëtori ndërtimit nuk punon me 300.000 lekë. Diet që punon me i pagë shumë të lartë. Por ata raportojnë vetëm 300.000 lekë. Pra, janë dy probleme këto, vetë problemi demografik dhe problemi i evazionit fiskal që ka qenë shumë masiv dhe mbetet shumë masiv, dhe ndoshta rritja e dyshemesë së pagës tek 500.000 lekë vjetra, ndoshta do ndikojë pozitivisht, megjithatë afatgjatë pa pensione private, me këto pensionet shtetërore, brezi që do vinë mbas nesh do ta ketë vështirë. Një shtesë përveç kësaj, domethënë po të shikosh çka kanë bërë vende të ndryshme, që janë përballur me situata të tilla demografike dhe me për të zgjidhur çështjen e pensioneve, shkojnë edhe çik më lart se sa kjo që po themi ne. Kanë krijuar të gjithë fondet sovrane, nga cilën përfitimin kryesor e ka pjesa e pensionistëve, ndihma sociale dhe shembull ekselent është Norvegjia. Arsimi dhe dikush ka marrë rentën minerare, dikush ka marrë rentën e naftës, dikush ka kriju fonde sociale si fonde sovrane që shkojnë pra në momentin që jemi duke diskutuar skemën e pensioneve, por edhe mbështetje sociale në përgjithësi janë gati 720.000, 730.000 që përfitojnë, që janë shumë.
Se mendoni edhe një shpërblimi thjesht për 100 eurosh për këta, i thonë 70 milion euro. Është kosto. Dhe më thonë, është një kosto shumë e madhe. Burimet e financimit, natyrisht mund tjetë edhe ulja e informalitetit, që është e domosdoshme, mund shkojmë dhe në një rritje ngritjet moshës së daljes pension, si që përshkohet, por mund përfitojmë nga të ardhurat fiskale në qoftë se ato rriten, krijohet një mundësi më e madhe, por duhet shikojmë dhe i çik më përtej në krijimin e këtyre fondeve sovrane, patëm një shpresë për naftën, po që nuk realizua, por mund t'i rikthehemi mund t'i rikthehemi prapë ides së një rente nga mineralet ose nga një produkt tjetër, për të krijuar mundësinë e një fondi sovran që do mbushi kur themi pra ideja që nëse krijohet një surplus, ajo gjithmonë këto fondet në fakt duhet them që nuk mund ta kufizojmë, duhet shikojmë dhe çik më përtej në disa reforma shumë më të mëdha që të krijojmë një lloj stabiliteti. Sepse është çështje që e kanë shumë vende të tjera, edhe vendet që janë demografikisht më stabil. Pra nuk është se ne jemi të parët që e provojmë. Këtë lloj fonde ka shumë nga duhet marrë. Po, Gjergj. Jo, do ta lidhe pak këtë që po thoshte profesor Civici me atë Spiragun. Jo, ato të maleve, atë projektin e maleve, ose si ishte emri? Paketa e maleve. Shiko, po ta shikojmë me kujdes, çfarë jemi duke bërë këto 30 vjet, megjithëse do thosha që është thelluar që këto dekadën e fundit. Ne po ndërtojmë një ekonomi që po shfrytëzojmë burimet natyrore, sepse dhe vija bregdetare burim natyror është. Bile si kufizuar. Edhe malet, burime natyrore janë të kufizuara. Ne nga një anë duam të marrim një rent minerare sa më të lartë, nga këto një që janë burime natyrore, nga ana tjetër jemi duke falur ca burime tjera natyrore. Domthon, po në thelb neve po zhvillojmë një ekonomi duke shfrytzuar kapacitetet të vendit, të cilat janë të kufizuara dhe ne praktikisht po shfrytëzojmë diçka që s'duhet sot ta shfrytëzojmë të gjithë ne, duhet të lëmë dhe brezave të tjerë të vendosin çfarë duhet bëjnë dhe si ta shfrytëzojnë. Kështu që nuk e di që nuk ka të bëjë drejt për drejt me temën, po nga që përmendet disa herë paketën e maleve, desha të theksoj që me që është përmendur nga qeveria si stimulus për shqiptarët për të rikthyer dhe për të investuar në vend të tyre, prandaj nuk është se jemi të shumë larg jashtë temës. Ju e dini kush janë deputetët që e propozuan atë gjë? Paketën e maleve? Njerëz që as marrë vesh nga ekonomia, as një gjë. Ajo ishte thjesht ca grupe interesit vogla që kishin piketuar ca gjëra dhe shtyn këtë si mekanizëm dhe si formulë ligjore që ato të kapnin gjërat që kishin. Pastaj që mund të përfitojnë dhe ca njerëz të vegjël tek këtu tjetër është tjetër muhabet. Po nuk mund të presësh që kjo të jetë diçka që do na bëj një zgjidhje apo do t'i bëj shqiptarët që të kthehen. Në qoftë se ne do flisnim seriozisht për një rast si paketa e maleve, atëherë një qeveri serioze bën një studim, në angli quhet white paper, letra e bardhë. Ky studim nuk flet për një gjë specifike apo flet për modelin, dhe pastaj mbasi bëhet ai modeli, bëhen diskutime publike me ekspertë e tjerë dhe pastaj shkohet në pjesën e legjislacionit. Kemi bërë në një proces të tillë? Nëse nuk kemi bërë, atëherë mos i japim paketës maleve kredibilitetin që nuk e meriton. E vërtet. Jo, unë mendoj që unë e shoh shumë thjesht se një person që ka jetuar jashtë. Mendoj që nëse një vend i ofron shtetasit vet siguri juridike, vetes dhe të pronës vet, nëse i garanton qytetarët që taksat që ata paguajnë shkojnë realisht në përmirësimin e një sistemi shëndetësor, në një sistemi arsimor funksional, në një shtet ku nuk është rregull shkelja e ligjit për respektimin e tij, mendoj që këto janë bazat minimale se si një qytetar ta mendoj 2 herë para se ai të largohet nga vendi. Dhe nëse do të largohet, mund të largohet në rrugë të mirë, por të mos largohet për një cilësi jete më të mirë, sepse në momentin që ti nuk e afron cilësinë e jetës dikujt, ai mjet është. Njeriu do ta jetojë atë sa më mirë dhe nuk e kthen dot as me paket malesh, as me çështje të tjera. Megjithatë ky është një diskutim që nuk kapet këtu, por besoj që thelbi i kësaj bisede ishte që pikërisht ka ardhur momenti që ata që drejtojnë këtë shtet mos mendojnë vetëm atë life span-in e tyre, pra vetëm sa kohë do jetojnë ata,
edhe pas tyre kombja për shtetin mbaron. Jeta vazhdon edhe pas atij që jeton 100 vjeç. Gjergj, faleminderit. Zotëri Tuli, faleminderit Sheknejsi, faleminderit Zalosha, faleminderit profesor. Sheknejsi, të flasim për një temë e cila në fakt duhet ishte një temë që duhet merren gjithë televizionet. Po mos harrojmë se do merremi me Ramadurën. Kaq ishte ristori për sonte. Nga unë Sokol Balla, natën e mirë.